Aksident në Suç, shpëtojnë mrekullisht dy të reja që udhëtonin në një automjet. Një aksident i cili mund të përfundonte tragjikisht është regjistruar këtë të hënë në aksin rrugor Burrel-Klos. Një automjet tip Benz u batua disa herë në rrugë, por për fat të mirë nuk pati viktima. Në automjet mësohet se udhëtonin dy vajza të cilat ishin duke udhëtuar në drejtim të Burrelit. Nga raporti paraprak mësohet se njëra nga vajzat e cila ka qenë drejtuese e automjetit ka humbur kontrollin e këtij të fundit e përpasoj ka përfunduar në kanalin ansor të rrugës e më pas është përplasur me një bordur që përdorin nga banorët e zonës për të kaluar në anën tjetër të rrugës. Pikërisht në këtë moment dyshohet se automjeti është batuar disa herë për të ngecur më pas gjysma në kanale, gjysma në rrugë. Kanë qenë kalimtarët e rastit ata të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e dy vajzave nga automjeti e më pas janë transportuar drejt spitalit të Burrelit. Sipas bluzave të bardha të këtij spitali, ata janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor mbërriti në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e vërteta të aksidentit, ndërkohë sipas uniformave blu të rejat punonin në një agjenci për surpriza në rast të gëzimesh familjare dhe po shkonin tek njëra prej tyre.